Të dashur shqiptar, a e dini ju që pellazgët e kanë quajtur veten bardhanës? Merrni frymthell. Kam gjetur dokumentin. Në Pellazgji, të njerëzve të varrosur atje me emrin bardhanës. Tani nga diun që bardhanës përkon me fjalën i bardhë në shqip, sepse Gjergj Bardhanës ka qenë një nga njerëzit më të shquar të Bizantit që ne nuk dim gjë fare. Ka qenë nxënës i Mikael Koniates, që ka qenë arhon ose mbret i Prisimpatës së Arbrit në Krujë. Më vonë është bërë peshkop i Korfuzit. Ka jetuar në shekullin e 12, atëherë kur është krijuar Arbri. George Bandanes në anglisht, Yorgos Bandanes në greqisht, ka vdekur në vitin 1240. Është i panjohur. Por ka lindur në Athinë, në një vend të veçantë ku kanë banuar arvanitasit, deri në shekullin e 15, kur ata janë përzënë nga grekët për në Italinë e Jugut, në Kalabri. Këta janë bardhanës, shqiptarët. Pra emri i tyre nuk është Arbëresh, ky është variant i helenishtes Albanoj. Me kalimin e shekujve, kjo u bë Arbanes dhe pastaj u bë bardhanës. Por unë mendoj që bardhanës është krijim i vonë. Këtë ka menduar dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë, derisa unë gjej mbi shkrimin e bardhanëve në shekullin e 3 para erës sonë në Thesali. Pra, për fat keq, zonja Kocaqi ka të drejtë, por emri i këtyre njerëzve nuk është Pellazg, pra. Dhe as Penest, këto janë emra fyes në greqisht. Penest do thot sklav. Pellazg, njeri i detit i ardhur, jo vendas. Pra nuk është e vërtet. Gjithmonë grekët janë përpjekur ne të na quajnë jo vendas, gjatë gjithë periudhës së ilirëve, edhe në mesjet edhe tani. Por pikërisht nga që kanë folur vetëm për ilirët gjatë gjithë kohës, ne kemi informacionin për bardhanët Pellazg. Pra, duhet hequr sot emri Pellazg. Unë jam plotësisht dakord me zonjën Kocaqi, nuk kam asgjë kundër saj. Dua vetëm të hiqet emri Pellazg, sepse nuk është emër shqiptar, nuk lidhet me fjalën pellk. Në fakt, askush nuk e di ç'do thot Pellazg. Në greqisht është Pelazgos, dhe mua s'më pëlqen sepse nuk tingëllon me shqipen. Por emri Bardhanos është i shekullit të 12, do të thot Arvanites, Arbanos, dhe unë e gjej të shekullit të 3 para erës sonë, në pllaka të varrit të bardhanëve. Merrni frymthell. Varianti helen Arbanos është bërë Bardhanos. D-ja është bërë D aty nga shekulli i 10 i erës sonë në gjuhën greke. Pra Bardanos është bërë Bardhanos. Dhe shqiptarët janë autoktonë, sepse këtë e vërteton një fjalë shumë e bukur, fjala miza. Fjala miza është në gjuhën helene të lashtë mia. Është bërë myza në gjuhën e Cakonias, myga në gjuhën e grekërve pontik dhe miza në shqip. Zbulimi im epokal. Për këtë zbulim duhet të kishin shkruar gazetat, revistat, televizionet private, por askush nuk e përmend. Ky është zbulimi më madhështor, sepse tregon ndryshimet gjuhësore në gjuhën shqipe dhe në gjuhën e Cakonias, paralel me njëra tjetrën. Unë bëra një zbulim tjetër, fjala opinga është në gjuhën e vlleheve, opinçi, në gjuhën e Cakonias, opinçi, opingat në përgjithësi, edhe në shqip është opinga, vjen nga gjuhë slave në shekullin e 6 erës sonë, po rëndësi ka që gjuha shqipe dhe gjuha e Cakonias kanë evoluar bashkë me njëra tjetrën. Gjuha e Cakonias është gjuha e spartanëve në Pelopones.
Pra, vetë gjuha greke ka mbrojtur gjuhën shqipe pa dashje. Grekët, duke dashur të thonë që ju nuk jeni autokton, që nga shekulli i 3 para erës sonë, kanë vërtetuar që shqiptarët janë autokton, pikërisht. Duke përpikur që të bindin publikun që shqiptarët nuk janë vendas, nuk janë pellazgët e lashtë, në zemër të pellazgjisë varroset personi me emrin Bardhanas. Pra, Bardhylis vjen nga fjala i bardh dhe nuk ka lidhje fare me fjalën bardos, që do të thotë këngëtar në gjuhën kelte. Atëherë Bardhylis është emër iliro heleno shqiptar. Pra gjuha shqipe është e lidhur me gjuhën greke, për fat keq. Pra në qoftë se Bardhylis vërtet është emër shqiptar, përkon me emrin Bardhanas, të gjetur në Pellazgji, dhe me emrin Georgios Bardhanas në Athinë. Peshkopi i Korfuzit, nga Athina, Arvanitas. Emri Arbanas është bërë Bardhanas, me metatez. Zbulim shumë madhështor, por është bërë krejt pa dashje, nga dëshira ime e madhe për të ardhur në Shqipëri. Shikonin monitor, gazetat merren vetëm me Spakun, Hajdut, Lavire, pastruese hotelesh që bëhen ministre në Shqipëri. Domethënë kaq shumë është degeneruar shoqëria shqiptare. Por nuk jemi kaq të degeneruar. Emri Bardhanas është i shekullit të 3 para erës sonë, i regjistruar pikërisht në luginën Pellazgiotis. Pra Arvanitasit kanë të drejtë. Natyrisht që ka patur shqiptar në Greqi, kjo s'diskutohet, dhe këtë e provojnë grekët vetë. Po ta dinin grekët që emri Bardhanas është emri i shqiptarëve, do i kishin bërë këtë pllakë copa, po fatmirësisht është fotografuar, edhe po ta coptojnë pllakën, nuk ka rëndësi pllaka, ka rëndësi matrica që printon parat, dhe matrica është në Universitetin e Ohio's, dhe ajo po printon para me emrin Bardhanas. Iku, ta shikojmë bashkë, sepse është shumë madhështore kjo që ka bërë Universiteti i Ohio's. Pa dashje kanë mbrojtur shqiptarët, kuptohet. Do ta vendos mbi shkrimin e gjetur poshtë filmit. Mbi shkrimi është zbuluar në Thesali, në Magnezia, në vendin e Pellazgëve, është shekulli i 3 para erës sonë dhe i përket pikërisht personit Bardhanas. Është e njëjtë me fjala Bardhylis, po ashtu unë kam gjetur këtë Bardha Kometa, Kometa Flok Bardh, do ta shikoni atë film madhështor. Ky zbulim është bërë në vitin 1949 dhe nuk e dinin amerikanët se çfarë ishte Bardhanas, se kishin idenë. Dhe nuk e dinin që është emri i Arvanitasve, Arbanas, është bërë Bardhanas. Nuk është kjo madhështore. I njëjti emër Bardhanas shfaqet pra si emri i një personi të shquar që është bërë peshkopi i Korfuzit me origjinë nga Athina. Ta shikojmë bashkë. Tani duhet jemi të sinqertë që ky zbulim s'do ishte bërkuar pa inteligjencën kompjuterike. Sepse ky emër ekziston vetëm tek emri Bardhylis, tek emri Bardha Kometas, do me thënë Kometa Flok Bardh, e gjetur nga unë në mbishkrimet e gjetura në Greqi, emër shqiptar, Bardhylis, pra nuk vjen nga fjala bardos këngëtar, po vërtet flok bardh, mjekër bardh. Bardhylis është emër përkëdhelës sepse është emër femëror. Dhe në greqisht emrat femëror përdoren për meshkujt, për shembull Dimitri është emër i perëndis Demeter, perëndia tokës, por përdoret për meshkujt Dimitri. Do ta shikoni atë film gjithashtu. Pra Bardhanas është në dialektin e Atikës Bardhanes. E shekullit të 12 kjo është e pabesueshme, është i njëjti emër.
Pra, ekziston në 2 dialekte greke, Bardanas, dialekti dorik, i ngjashëm me shqipen, Arbanas, dhe Bardanes, dialekti atik, që është më i vonë. Interpretimi i emrit Bardanas të dorishtes. Dhe kjo do t'ishte në shqip sot Bardanis, sepse eja e gjatë është bërë i në gjuhën greke. Kështu do shqiptoshte sot emri Gjergji Bardanis. Dhe është emri i shqiptarëve të bardhë. Pra sot në mësuam që emri i shqiptarëve është Bardanas. Merrni frymë thellë. Unë kam gjetur identitetin e shqiptarëve. Pra nuk jemi as Pellazg, nuk jemi absolutisht fare Albanoi, në shqip kjo është Bardanas, por është interpretimi i emrit Arbanas, kuptohet. Dhe ka kuptimin tokë e bardh, tokë gjatë dimrit, i njëjti emër i vënë greqisë, Graja, me kuptimin Perëndia Demeter e thinjur gjatë dimrit, që pret për vajzën e saj Persefon, të rëmbyer nga Hadesi, e cila rikthehet në pranverë. Emri i Greqisë dhe emri i Shqipërisë lidhen me Perëndinë e dimrit. Merrni frymë thellë. Të njëjtën origjinë ka emri Albania, edhe në Rom Alba Longa, dhe të njëjtën origjinë ka emri Graja. Janë emra helen me kuptimin toka e bardhë në Albania dhe toka gri në Greqi gjatë dimrit. Edhe Akaja, emri i Greqisë gjithashtu, ka kuptimin ankthi i Demetrës gjatë dimrit. A nuk është kjo madhështore, kjo që kam gjetur? Të dashur shqiptar, është ora 2 e natës, 14 dhjetor, viti 2025. Po e bëj këtë film tani sepse është qetësi e plot, nuk ka makina në rrugë, prandaj po sakrifikoj shumë për ju. Do e nxjerr këtë film në YouTube dhe aty do shikoni orën, që është 2 e mëngjesit ose 2 e natës. Është një zbulim i jashtëzakonshëm dhe në momentin që unë e bëj një zbulim e nxjerr menjëherë brenda disa sekondash në YouTube. Përndryshe kjo do priste një vit sa të botohej në Shqipëri, e prap shqiptarët nuk do e lexonin. Pra, të dashur shqiptar, jam shumë krenar për këtë zbulim. Përfundimisht, vërtetohet që Bardhylis vërtet do thot mjekërbardh dhe jo këngëtar. Bardanas do thot Arbanas, i bardh në Thesali. Bardanes është Arbanitasi Georgios Bardanes në shekullin e 12. Peshkopi Korfuzit me origjinë nga Athina, Arvanitas. Pra ka disa emra të gjetura në Greqi, ku emri Bardanas rrjedh nga Arbanas. Këtë Jokli nuk e dinte, as Majri, as Pederseni, nuk ishin bërë zbulimet arkeologjike, nuk ishin gjetur këto pllaka me emrat e njerëzve të varrosur në Thesali. Prandaj, unë pajtohem me të gjitha zbulimet që ka bërë zonja Kocaqi, vetëm hiqni emrin Pellazgji, asgjë tjetër. Mjafton të heqësh emrin Pellazg dhe ne nuk mund të identifikohemi me grekët. Grekët nuk e dinin ç'kuptim kishte Bardhylis, Bardanas, Bardanes, Arbanas, Albanoi. Në greqisht nuk ekziston forma Albanoi, është vërtet emër i ilirishtes që është dialekti helenishtes, por nuk është greke. Emri Alba është gjetur në të gjitha gjuhët indo-europiane. Në gjuhën hitite ka kuptimin në re e bardh. Është gjetur në Alba Longa, në Rom. Albanët në Britaninë e Madhe, në gjuhët kelte, pra nuk është pronë e gjuhës ilire. Dhe kushërinjtë e mim kanë thënë, mos e përdor më fjalën ilir, as helen, por dialektet indo-europiane, se kjo është e vërteta. Nuk janë pronë të greqishtes, por megjithatë ilirët flisin një dialekt helen, kjo nuk diskutohet.
dhe që nga Albanoi pastaj ka rrjedhur Arbanas, Arbanion të grekët pontik, Arbanon në Shqipëri, kjo diskutohet, dhe varianti shqiptar është Bardanas, i gjetur në Thesali në shekullin e 3 para erës sonë. Pra ky është një degëzim tjetër. Pra ne nuk jemi Ilirishtja ishte një degë helenishtes, shqiptarët janë një degëzim tjetër, i vogël, shumë i vogël, por madhështor. Jemi autokton dhe emrat Bardanas janë gjetur pra në Epir ose Prygja e vjetër, siç quhej. Fjala Epir mua nuk më pëlqen, është shpikje e Homerit me kuptimin pa kufi, apeiros, për të zhdukur emrin e lashtë Prygja. Dhe varianti tjetër, Bardanas, është gjetur në Pellazgji, që mua s'më pëlqen. Unë do ta quaj Bardhania, sepse është pra në dokument Bardanas dhe vendi është Bardhania, vendi bardhë në dimër. Nuk ka lidhje me kombësinë. Pra këto emra janë krijuar që në mitologjinë e lashtë indo-europiane, njerëz që nuk shpjegonin dot ndrimin e stinëve dhe shpjegonin që perëndia e tokës, Demeter ose Dheu Mater, humb vajzën e saj në dimër, e cila rëmbehet nga Hadesi, perëndia e vdekjes, dhe pastaj o ringjallet në pranverë, bashk me bimësin. Në Greqi vendi quhet Graja, tokë gri, në Epir dhe në Pellazgji toka quhet Bardhania, tokë e bardhë. Pra gjuha shqipe është bij e një dialekti të folur në Thesali dhe në Dibër, që të dy kombet e vogla quheshin Penes, të skllëvër të grekërve. Pra kemi qenë skllëvër të grekërve, por kemi banuar në zonën e Dibrës e padiskutueshme, aty ku kam lindur unë, dhe në zonën e Thesalis, atje ku kanë banuar Arvanitasit dhe gjyshrit dhe stërgjyshrit e zonjës Kocaqi. Pra gjuha greke pa dashje ka mbrojtur identitetin e shqiptarëve, i cili lidhet me perëndinë e dimrit të tokës që bëhet e bardhë gjatë dimrit, dhe do të jemi shumë krenar për këtë zbulim. Shqipëria është Bardhania, Hellada quhet Graekoi, si gruaja e thinjur Demetra. Në Shqipëri kjo grua e thinjur është Bardhania dhe ekziston Barda Kometa, zbulimi im, Kometa flokë bardh. Pra mori fund, përfundimisht, që emri Bardanas ka ardhur nga Arbanas. Jokli këtë nuk e dinte. Nuk kishte si ta dinte, nuk kishte dokumenta. Pa dokumenta nuk mund të ngresh hipoteza në ajër. Pra unë jam me shumë fat, më ka rënë lotaria që Universiteti i Ohio's dhe i Chicagos kanë mbledhur të gjitha matricat e të gjitha dokumenteve të lashta helene, dhe unë po printoj para në kuptimin e asaj që po përdor këto matrica, dhe këto matrica janë kudo të njëllojta. Bardhana në Pellazgji, Bardhanes në Athinë dhe Bardhanët në Arbëri. Ju faleminderit të dashur shqiptar dhe gëzohuni që unë kam gjetur identitetin tuaj. Pra ose mund ta quajmë veten Arbër, më pëlqen shumë ky emër, sepse përkon me emrin e arbëreshëve që kanë ruajtur në Itali, ose Bardhan, varianti i dytë i përdorur në Thesali dhe në Athinë dhe në Shqipëri. Janë variante dialektore të ilirishtes. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor madhështor. Po të mos ishit ju, këto filma nuk do ishin bërë kurrë. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj.